Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma të gjithëve ju që sapo keni mbritur në këto momente, por t'ju thënë që jemi live. Ora është 22:01 minuta, si çdo të martë të mërkurë dhe të premte këtu në MCN TV. Të martë të premte jemi në orën 10 darkës, të premte në orën 9 darkës. Irani vazhdon të jetë ngjarja e botës, zonja zotrinj. Është në faqen e parë të gjithë mediave dhe në faqen e parë, po themi kështu, në thonjza të gjithë televizioneve. Kjo që sapo nisi ishte pjesa e parë e emisionit, sot është episodi 1058. Ju mund të shikoni këtë emision përveçse në ekran në MCN, mund të shikoni dhe në YouTube të faqja që ju del atje në ekran, Zonë e Lirë Official, bëni një subscribe për qefin tuaj. Ndërkohë, për i pyetjet që ju doni të bëni në emision për të ftuarit, do ju shfaqet tani në këto momente në ekran një QR kod. Ju mund të skanoni me celularin tuaj, mund të bëni një login të thjesht dhe mund të dërgoni pyetjet tuaja. Kujdes, mos bëni komente, më çoni vetëm pyetje, bëuni kurioz. Fillojmë pa humbur kohë, sonte në studio kam i të ftuar special që quhet Roland Bimo, ambasador, diplomat, një karrierë prej më shumë se 40 vjetësh. Zoti ambasador, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Kënaqësi që ju kam në studio. Zoti ambasador, ne sot do flasim sigurisht për Iranin dhe për luftën në linjën e mesme. Po më lejoni pa ju bezisur, më shumë për të reshikuesit, të cilët ju njohin, por mund të ketë nga ata të rinj të cilët nuk e dinë, që ju bëj një prezantim fare të shkurtër. Roland Bimo, pra, lindur në 31 mars të vitit 1954 në Tiranë, diplomat karriere, arsimuar në Kinë dhe njohës i gjuhës kineze. Pra, arsimuar në Kinë para viteve 90, po flasim, në vitet 70. Keni punuar në Kinë rreth 8 ose 9 vjet, kam përshtypjen? 4 vjet në shkollë. 4 vjet në shkollë, 5 vjet në ambasadë. Pastaj keni qenë ambasadori i parë, zoti Bimo, ambasadori i parë i Shqipërisë në SBA, pas komunizmit dhe fjalë, vitin 92-94, në një moment kyç, pas 50 vjetësh ndërprerje marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më pas, ambasador në Hungari, nga viti 94 dhe në vitin 97. Përfaqësues pastaj në OSBE dhe OKB në Vjenë, dhe në vitin 2002, sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe pastaj më vonë ambasador në Holandë. Po ndërkohë karriera juaj ka vazhduar deri në vitin 2023. 2023, po. Dhe nëse s'ka marruar në një vend tjetër këtu në Europë? Në fund fare kam qenë rreth 10 vjet në Austri si përfaqësues. Në Vjenë? Në Vjenë, po, pranë Austrisë, Republikës Austriake. Ambasador? Ambasador. Bukur. Është kënaqësi që ju kam sonte ambasador, sepse në këto momente që po flasim, diplomatët kanë përshtypjen duhet të jenë të mërzitur në gjithë botën, sepse në peshën e bombave dhe të raketave, diplomacia bëhet gjithmonë më e vështirë. A e ndjeni dhe ju kështu? Po, patjetër, ky është konstatimi kryesor, po nga ana tjetër dhe duket sikur ju hapet më shumë punë për të po s'pati luftra nga ngelen edhe pa punë diplomatët. Po jo luftat se natyre, kjo është atmërshme që po shikoj. Po ndërkohë, ambasador, e vërteta cila është tani që për shembull Trumpi bashkë me Izraelin po godasin Iranin. Dhe Irani njëkohësisht po godet vendet e rajonit atje. Jam kurioz ta di, diplomatët vazhdojnë flasin me njëri tjetrin? Për shembull, ka telefonata që bëhen nga shtëpia e bardhë në Teheran dhe anasjelltas? Apo është komunikimi zero? Komunikimi zyrtar është zero. Ndërkohë, tatime pulsi besohet që duhet ketë. Por nëpërmjet kujt bëhen? Nëpërmjet diplomatëve apo nëpërmjet shërbimeve sekrete? Midis personave, jo, nuk besoj shërbime sekrete, do të jenë persona të besuar nga të dyja palët, që mund të jenë me lidhje biznesi, që mund të jenë me lidhje familjare, që mund të jenë kryesisht nga vende që kanë raporte të caktuara me të dyja palët, siç mund të jenë biznesmen nga Omani, fjala vjen, i cili ka qenë edhe vendi ku zhvilluan, që ndërmjetësojnë bisedime. Por, pikërisht për këtë punën e bisedimeve, ka pasur një goxha shkëmbim është bërë temë bisede nëse janë Shtetet Bashkuara të Amerikës ato që po i kërkojnë Iranit të bisedojnë, apo nëse është Irani ai që po i kërkon Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas jush cila është e vërteta, apo është mes diku? Shumë e vështirë të thuash, por kam përshtypjen që Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të jenë në pozitë më të vështirë për të gjetur një off-ramp, për të gjetur një rrugdalje, një exit nga kjo ku ka qenë. Pavarësisht deklarimeve të presidentit Trump, të cilat për ishtë vërtetës, sidomos në javë dhe muajt e fundit, janë kaq kontradiktore me njëra tjetrën, sikur se tha për
vendet e NATO që dhe i duat të më ndihmojnë, pastaj tha jo nuk i duat të më ndihmojnë, brenda të njëjtës deklarate ndryshoi qëndrimin e vet 2-3 herë. Pra është vështirë që të kapësh një politikë amerikane vetëm thjesht nga deklaratat e presidentit. Pra, në një familje Trumpi ja ka bërë jetën shumë të vështirë diplomatëve, apo jo? Shumë, patjetër, absolutisht. Po s'tia bën Diplomatëve politik, ato që ka emëruar zoti Trump vetë, siç është ambasadoresha në Greqi, ndoshta e shijojnë këtë lloj hapësire që ju krijon mënyra se si zoti Trump funksionon në aspektin diplomatik, po për diplomatët profesionistë jam i sigurt që jeta është shumë e vështirë, sepse përballen me një mënyrë krejt ndryshe nga sa janë mësuar të punojnë deri tani. Pavarësisht që Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten po ato, po mënyra e komunikimit është shumë e ndryshme. Zoti Bimo, jam kurios ta di, sipas këndvështrimit tuaj, kur Donald Trumpi me gjithë kontradiktat që ka në narrativin e tij, në retorikat e tij, pra ç'thot sot duke sikur nuk e thot nesër, ka shumë analistë, madje diplomatë që mendojnë që ai nuk është se e bën këtë padashje, e bën me qëllim. E bën për të testuar, e bën për të provokuar. Në fund fare ai e ka shumë të qartë, se thuash pikën zh, aty ku do ta përfundojë. A beson dhe ju këtë gjë? Po, edhe unë kështu mendoj. Pra nuk është e rastishme e gjitha kjo. Jo. Ky lloj kaosi, është kaos organizuar. Është kaos që ai e krijon vetë, domethënë ata njerëz janë shumë afër tia dhe mundohen të përshkruajnë për të tjerët stilin se si punon në bisedimet diplomatike, thonë që i ngjan atij personit që aty ku janë grumbulluar shumë njerëz, hedh një granat, edhe pastaj hap derën e thotë tash ja do të bisedojmë, pasi ka hedhur granatën. Pra, dhe është e kuptueshme. Ajo që kanë besuar shumë, besoj unë, njerëz në Amerikë dhe rreth e përqark në botë, besoj fusat e vete me shumë modesti, është që ardhja e zotit Trump ishte ajo që do të ndryshonte të gjithë sistemin botëror, të rendin botëror, që do të thotë për bazën politike të zotit Trump, MAGA, ta bëjmë Amerikën përsëri të madhe apo të parën, ishte me shumë rëndësi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dalin nga guacka e asaj që ata i quajnë sundimi i botës anglosaksone dhe sidomos i kompleksit financiar. Pra, shumë veprime në cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë në këto dekada, sipas tyre kanë qenë të detyruar sepse kanë qenë të komanduar nga City of London, nga financat botërore dhe jo për interesat Amerikës. Pra, në fushat, bile zoti Trump tha që janë pikërisht globalistët ata që kanë bërë Amerikën kaq të varfër dhe kaq të varur nga kinezët dhe nga rusët, me pretekstet e gabuara që rusët janë armiqtë kryesorë, ndërkohë që armiqtë kryesorë janë globalistët dhe neokonët. Dhe puna e parë që do bëjë, tha, kur të vinë pushtet, do të spastrojë të gjithë establishmentin e politikës jashtme pikërisht nga këta globalistët dhe neokonët që kanë punë. Neokonët janë neokonservatorët. Neokonservatorët, po që janë, të themi, Reagani, si emër, mund të që tjetë ai që i ka përfaqësuar më mirë dhe më shumë. Kështu që në këtë këndvështrim të gjithë prisin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak edhe të situatës ekonomike në cilën ndodhen me gati 37-38 trilion dollar borxh, kur baza industriale është shvendosur në Kinë, dhe me që jemi këtu është ironi e fatit që sot për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke harxuar shumicën e municioneve që kanë pasur rezervë, nuk prodhojnë dot të tjera sepse ju duhet patjetër ndihma e Kinës, qoftë me tokat e rralla, qoftë edhe me industrinë, apo me çip, apo me lëndë të para, dhe sidomos me atë që quhet supply chain, linjën e furnizimit. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot nuk prodhojnë dot armë, por nuk i lutën Kinës. Shlem zyrtar ky është i fundit? Sa po tha tani? Kështu është, domethënë. Për magnetet e rënda, tokat e rralla, që i zotërojnë 90% kinezët, amerikanët nuk ndërtojnë dot raketa. Nuk ndërtojnë dot raketa nëse nuk marrin nga kinezët lëndë parë dhe ata e kanë bllokuar. Kështu që me qira fjala, ju zotë ambassador keni qenë në Kinë apo jo? Keni punuar atje. Dhe e njihni mënyrën se si ata funksionojnë këto. Në këtë moment i po flasim. Kina sigurisht ka qenë një aleat dhe vazhdon të jetë i Iranit apo jo? Furnizohet nga Irani, ka 90% 90% të gjithë furnizime me këto, me thuaje, me naftë, me gaz, e ka nga Kina, e ka nga Irani apo jo? Sot të momente, Kina çfarë është duke bërë? Se nuk po e shohim gzim të flasi fare, pritej takimi që bëhet me Trumpin. Sepse në analizën e situatave në cilat ndodhet bota sot me këtë luftë, duhet parë gjithmonë niveli i analizës. Në këtë plan që e prezantuat ju tash çfarë bën Kina në këtë moment, kemi të bëjmë me shtresën e poshtme të analizës.
në cilin kinezët e ndjejnë shumë mungesën e naftës, krizën, luftën, etj. Vështirësitë. Po marrë një plan më strategjik nuk veprojnë në mënyrë të nxituar, dhe po të shikojmë, ishte jashtëzakonisht domethënëse për ata që e ndjekin, fakti që në Këshillin e Sigurimit kinezët nuk vunë të drejtën e vetos për një rezolut, ku dënoi Irani për sulme ndaj objekteve civile. Nuk e vunë drejtën e vetos. Nuk e vunë drejtën e vetos, po abstenuan në miratimin e vendit. Por për shumë analistë ishte krejt e çuditshme që Kina do duhet fare mirë të shprehte mendimin e vet, dhe kinezët ishin në pozita inferiore, ai sa kam dëgjuar unë komentatorë kinezë. Po si ka mundsi? Sepse ndërkohë që është në dëmin e tyre mungesa e furnizimit me naftë nga Irani, është akoma më shumë në dëmin e tyre nëse amerikanët pësojnë çrregullime ekonomike. Pra ato gati $1 trilion që kinezët i kanë blerë bonofesarit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse ato humbasin vlerë, janë shumë më tepër humbje për Kinën se sa kjo humbje që i vjen nga nafta. Dhe këtë naftë që më mungon nga Irani sot, pavarësisht që perëndim mundohen ta bëjnë sikur një ububushme të madhe për Kinën, nuk është dhe aq, sepse ata kanë 1.2 miliard fuqi rezervë, kinezët, dhe mundet që një pjesë të mirë të kësaj që do t'i mungoj nga Irani, dhe zëvendësoj nga Malezia dhe nga vendet tjera dhe nga vendet tjera të Azisë, që nuk janë të detyruar të kalojnë ngushticën. Ndërkohë, që shikojmë, ka një domethënie shumë interesante, Irani po fiton më shumë lek nga shitja e naftës këto ditë që është në luftë, sa ka fituar përpara se të fillonte lufta. Pse, sepse është rritur çmimi? Është rritur çmimi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është se po godasin ato instalacione që mundësojnë eksportin e naftës nga Irani në ishullin Karg, për shembull. Po goditën ata, u goditën instalacione ushtarake, jo ato të naftës. Dhe sipas jush, zoti Bimo, pse nuk i godasin amerikanët? Çfarë presin? Thjesht çështje timingu, çështje agjende, apo nuk kanë plan fare, se Trumpi fatikisht është kundër. Bile i ka thënë dhe Izraelit, unë tani po mundojmë të them fjalë thjesht, jo me gjuhën tuaj, që mos i bjerë depove, këtyre depozitave të naftës, nuk është ky qëllimi jonë. Po sepse vërtet që objektivat e Izraelit dhe të Shtetit Bashkuara të Amerikës ndryshojnë në mënyrë katësipërisht nga njëri tjetri në këtë luftë. Izraeli është jashtëzakonisht interesuar ta çojë Iranin në epokën e gurit, do mundësisht e shkatërrojë gjithë bazën industriale, dhe kush mendon se izraelitët janë të shqetësuar shumë për fustanat e grave në Iran, apo për drejtat e njerëzit, apo për demokracinë, jo, është i lirë ta besoj, po është që jashtë realitetit. Ata duan dhe nuk ka të bëjë, po dëgjoj para se të vinja këtu një analist, një tritaparshi, është një me origjinë iraniane, persiane, që është Shtetet Amerikane, dhe thoshte monarkistët apo republikanët iranianë që besojnë se mundet të vinë në pushtet me mbështetjen e Izraelit, janë iranianë komplet naiv dhe nuk besoj se do jenë të shumët në numër, sepse Izraeli në asnjë mënyrë nuk do absolutisht asnjë lloj Irani të stabil dhe të qëndrueshëm dhe të fuqishëm. Prandaj dhe po të shikosh objektivat që zgjedhin izraelitët dhe objektivat që zgjedhin amerikanët për të goditur janë krejt të ndryshme. Ata godasin edhe infrastrukturën, sepse ku bashkohen pastaj ambasador? Ku bashkohen të dy? Sepse kanë ndryshme qëllimet, po ndërkohë cila është ajo që i bashkon? Më duhet të them që i afrohemi goxha kufirit të teorive konspirative, po kam përshtypjen që nuk jemi shumë larg të themi që rendi i ri botror me ardhen e Trumpit, me zotit Trump në pushtet, pati tentativa shumë serioze nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të ndryshuar. Por, siç duket, ka hasur në kontradikta, në rezistenca të jashtëzakonshme, sepse ai nuk ka arritur dot të spastrojë atë që tha gjithë establishmentin e politikës jashtë Shtetit Bashkuar. Eksakt. Dhe në këto kushte ka qenë i detyruar edhe për atë që përmendet juve të folurën Roma për Toma, njerë kështu jera shumë brenda të njëjtës fjali, thot 4-5 gjëra për të hutuar. Ca thonë që nuk është mirë, ca tjerë thonë që është gjeni. Është ndarë debati madh. Unë besoj, po nëse e tham atë pjesë. Ndoshta gjeni jo, por po të kesh 10 topa si ato cirkut për të mbajtur në ajër, patjetër që është çik sforcë e madhe, dhe atij duhet që të mbajë një koalicion të përbërë nga njerëz me interesa krejt ndryshme, që nga evangeliko-kristianët deri ke kristian-zionistët me radhë, që të gjithë kanë interesa të ndryshme. Por të rikthyer te ajo që më thatë, mund të arrim në kufirin e konspiracionit. E keni gjithsesi një përgjigje? Sepse në qoftë se Izraeli... Se çfarë bashkon Izraeli me Amerikën? Në qoftë se Izraeli është interesuar të shkatërrojë Iranin, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të interesuar që të krijojnë rendin e ri botror, që është rendi multipolar, për të cilin zoti Trump ka folur që në 2017. Me fjalë thjeshta do të thënë?
Më fjalë thjeshta do me thënë që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kontrollojnë dot më botën siç e kanë kontrolluar deri më sot. Nëse në 45-ën kishin 67% prodhimit të përgjithshëm, sot kanë vetëm 20-23%. Qartë. Dhe rritjen e Kinës dhe rikthimin e rusëve në skenën botërore nuk e përballojnë dot ashtu siç kanë qenë më përpara në kushtet ekonomike që kanë, sepse ka ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka ndodhur një fenomen i jashtëzakonshëm dhe i tmerrshëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke kaluar gati 70% e ekonomisë, edhe më shumë, 75% në shërbime. Pra, është një ekonomi që funksionon mbi bazën e bursës. Njerëzit nuk punojnë, por shkojnë luajnë bursë, fitojnë para në bixhoz, një parë mënyrë, domethënë. Dhe në qoftë, po kjo ka ndryshuar dhe strukturën sociale të shoqërisë amerikane. Dhe në qoftë se një Amerikan para 40 vjetësh bënte 3, 4, 5 fëmijë, sot Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në krizë, familja, njerëzit nuk martohen, bëjnë më pak fëmijë, pra ka prodhuar përveç se një ndryshim strukturor ekonomik, ka pësuar dhe një ndryshim strukturor në shoqërinë amerikane. Në këto kushte, zoti Trump thotë që duhet rikthyer industria në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne duhet kthehemi ke politikat e merkantilizmit që vënë në plan të parë ekonominë amerikane dhe para një jave ka inauguruar në një nga ato bachet e shtëpisë Bardh, ka inauguruar një bust të Hamiltonit që ka qenë teoricieni i parë i ekonomisë politike amerikane që bazohet në merkantilizëm, pra në fuqinë ekonomike të shtetit dhe jo në fuqinë ekonomike të Kinës apo të botës. Dhe këta, prandaj dhe ai i dënon dhe flet me përbuzje për globalistët, pasojë të cilëve ekonomia amerikane shkoi aty ku ishte fuqia punëtore më e lirë në dëm të interesave të Amerikës dhe sot amerikanët nëse prodhojnë 1 anije në vit, kinezët prodhojnë 300-320 anije në vit. Qartë, sepse baza e industrisë amerikane është çvendosur gjithë në Kinë. Pra, ata që, pra se thuash, dy rivalat më të mëdhenj sot që janë Amerika dhe Kina, në një mënyrë janë të dënuar të bashkëjetojnë. Absolutisht. Pra, gjithë teoritë që thonë në fund të këtij shekulli do ketë një përplasje direkte mes këtyre dy fuqive, zoti Bimo, ju i besoni apo jo? Përplasje ushtarake, përplasje ekziston, por është në nivele tjera. Ushtarake unë nuk besoj se mund të ketë. Është krejtë e natyrshme që një përplasje ushtarake, sikur që ka thënë dhe vetë zoti Trump në fushat, dhe një përplasje ushtarake midis fuqive bërthamore është Armageddon, është botës. Çfarë po synon Trumpi, që ti flasim me fjalë thjeshta? Unë e di që ju e keni pak të vështirë se jeni ditë në karrierë dhe çfarë synon Trumpi? Për Trumpin, ky planet po të shohësh gjithë hartën, po të shohësh globin si që është i rumbullak, po ta marrë të ashtrish. Çfarë synon Trumpi? Rusia, pra Kina me Europën dhe SBA me Rusin? A është kjo në këto momente që po luhet? Pak më ndryshe... Flas për aleanca unë, grosso modo. Pak më ndryshe, sikur se thotë edhe strategjia sigurisë kombëtare e Shtetet Bashkuara të Amerikës, botuar diku nga nëntor-dhjetori vitit kaluar, do të thotë përforcimi apo rikthimi i pozitave sunduese të Shtetit Bashkuara të Amerikës në hemisferin perëndimor, Venezuela. Qartë, këto janë të mijat, mos u ngatroni këtu, po. Ajo që po del nga kjo luftë në gjirin persik është futja e Europës akoma më thellë në kthetrat e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Që do të thotë, ajo që po ndodh me gazin, me furnizimin e gazit për Europën. Do flasim tani. Ajo e lidh pas gjithësmërisht Europën me fatet e Shtetit Bashkuara të Amerikës, duke i ndërprerë furnizimin e gazit nga Katari. Pra në një farë mënyrë Europa vasalizohet më shumë ekonomikisht. Eksakt. Bravo. Ky është qëllimi tonë. Ky është qëllimi. Një qëllim që s'ka filluar me Trumpin, ka filluar që me Obamën. Po merr trajta më konkrete. Më konkrete tani, sepse ky ka dhe një më trajta më konkrete dhe një Amerikë e çliruar nga, të themi, kthetrat e kapitalit financiar privat ndërkombëtar. Ky është termi që përdoret. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës të jenë sa më pak të influencuara nga kapitali financiar botëror, po të jenë vetë zotët e fateve të ekonomisë tyre. Të zbaren nga Wall Street-i, apo City of London, apo Banka e Frankfurtit, apo nga gjithë të institucionet financiare. Sepse me zhvillimet e kohëve të fundit, ka hyrë gjithmonë më shumë, që tu është rritur gjithmonë më shumë rëndësia e të ashtu quajturit kompleksi financiar. Pra në qoftë se ne në Shqipëri kam përshtypjen kemi normale të dëgjojmë dhe të përdorin termin kompleksi militar industrial, kompleksi thënia e Eisenhowerit, qysh nga vitet 50-60. Por për kompleksin financiar industrial flitet shumë pak. Dhe sot në botë janë 3 komplekse të mëdhaja, të cilat janë, si thua,
lufta midis tyre dhe konkurenca midis tyre krijon gjithë të llovit madhe, që është kompleksi financiar industrial, militar industrial dhe tekno-industrial, se janë futur në lojë edhe kompanitë e teknologjisë lartë, të cilat kërcënojnë seriozisht pozitat sunduese që ka pasur kompleksi industrial ushtarak dhe kompleksi financiar. Duke hyrë ato në skenë, hyn edhe modeli i shtetit të survejuar, po të shikojmë me kamerat që vendosin ku do në bota, me bankat digjitale, apo me ato thashë themet që do i vënë njerëzve çip në ballë apo çip në kokë, se si do i kontrollojnë. Në fakt, ndoshta nuk do i vënë çip në ballë në kokë, po të gjithë to kamerat dhe bankat digjitale kanë një lloj synimi për kontrollin e shoqërive në mënyrë më të centralizuar dhe më të kontrolluar. E gjitha kjo është sot në lojë në gjirin persik. Për atë që pyet dhe më duk sikur insistuat, në qoftë se thamë Shtetet Bashkuara të Amerikës do shtojnë pasalizimin e Europës, rusët atë që po e kanë gradualisht të pushtuar apo mund ta shtojnë çik më shumë influencën në Ukrainë, ndërkohë pjesa më e pavendosur e gjithë puzzle, e gjithë saj gjehet pa njohur akoma, është fati i gjirit persik dhe duket që ajo që më bën të mendoj në këtë mënyrë është sa pak i kanë mbrojtur amerikanët bazat e tyre në gjirin persik. Domethënë po shikosh janë shkatruar nga godit në Irak dje. Ambasada. Edhe sot duket nuk e se çka kishte, jo, sot goditën gazin ata. Domethënë një radar 1 miliard dollar këtu, një radar 1 miliard këtu, një radar 800 milion këtu. Pra po shikosh në të gjitha bazat që janë amerikane, janë lejuar të shkatrojnë radar, janë lejuar ndoshta edhe s'kan pas mundësi të mbrojnë. Po mua më duhet që Shtetet Bashkuara të Amerikës me atë mundësi raketore interceptuese nuk besoj se kishin aq vështirë për të mbrojtur bazat e tyre, por duket sikur i kanë lënë kastile. Po pse? Sepse gradualisht do të rriqen, mos ketë më prezencë amerikane. Në fund të kësaj lufte nuk do ketë më prezencë amerikane në gjirin persik. Do jetë shumë minimale dhe do shtohet influenca e Iranit, po influencë jo e gardës republikane, jo e gardës islamike. Kjo skem në qoftë se bie ky regjim që është në Iran apo jo? Regjimin në Iran nuk ka shanse që të bjerë. Mund të zvendësohet, po nuk do bjerë, do jetë po ai. Nuk ka shanse që të bjerë, regjimi mund të zbutet, mund të... Që amerikanëve nga rajoni, ju duket një mundësi... Ajo që pritej të ndodhte ishte gjatë vizitës së presidentit Trump në Republikën Popullore të Kinës në datë 1 prill, por fakti që vizita është shtyrë tregon që jo të gjitha gjërat... Asa u shtyr nuk do jetë 31 mars? Ja, nuk do jetë në 31 mars. Udhëtimi, vizita fillon dhe me datë 1 prill, po me sa duket ditën e gënjeshtrave... Po duket shumë e guximshme kjo tezë që amerikanët largohen, po do ja lënë vendin kujt, sepse po u largon amerikanët dikush do hyjë atje apo jo? Në gjirin persik. Si, po pse amerikanët duhet ja bëjnë të koncesion kinezëve? Ti thon merre gjirin persik. Nuk e mbajnë dot më. Nuk e mbajnë dot më? Jo. Po atë për çfarë bëhet kjo luftë? Për një tërheqje sa më lufta bëhet që në fund të luftës gjithkusht ketë një off-ramp, gjithkusht ketë një mundësi tërheqje dhe dalje në mënyrë të ndershme nga situata. Pra, amerikanët nuk mund të palosin ato pajisje. Po hyrjen në luftë është puna, ambasador. Që të kishte këtë rezultat që ka, sepse shtetet jo gjithmonë funksionojnë në bazën e logjikës normale njerëzore. Janë institucionet, si thash, financiare, kompleksi financiar industrial, kompleksi militar industrial. Cili është interesi amerikanëve? Se izraelitëve dihet, është i qartë. Ata Irani përbën rrezik ekzistencial për Izraelin, ta shohin të palosur, të shkatruar, të coptuar, aty ka shumë komunitet, ka shumë etni etj etj. Për Izraelin kjo është e kuptueshme. Po amerikanët cili është qëllimi, ambasador, ma shpjegon me fjalë të thjeshta? Që hysh në një luftë që pastaj të tërhiqesh, unë nuk e kuptoj mirë këtë. Zakonisht rendet botërore krijohen mbas një lufte. Pra, bëhet një luftë, pastaj krijohet rendi. Lufta është refleks i çvendosjes së fuqisë. Pra, meqense kinezët janë gjithmonë më të fuqishëm, meqense rusët janë kthyer 40% merr Kina nga Irani, më vjen informacioni. Pjesa tjetër është shumica ruse, thotë. Është shumicë. Pjesa tjetër që merr Kina nga thuaje karburant, naftë dhe gaz, është nga Rusia, thotë. Po. 40% nga Irani. Është shumë... Që ishte pasakt të që thash unë në fillim, mendova që ishte shumë se kaq, po është vetëm 40%. Jo, goxha, edhe 40% nuk janë pak. Është më afër opsioni që më dhatë ju në fillim. Edhe 40% nuk janë pak. Problemi është që kinezët kanë menduar për të ditë, përveç se kanë 1.2 miliard fuqi rezervë, cilat mund të përdorin si
buffer, si rezervë furnizimi në momentin që do mbeten pa gjë, po ndërkohë dhe këto 40% mund të subvencionojnë si tashmë, pak nga Malezia, rrisin pak importet nga Rusia. Po pse Amerikanët hynë në luftë për të tërhequr? Pikërisht sepse duhet bërë një luftë që të krijohet një rend i ri botror. Domethënë Po, jo pa pranimin e amerikanëve mbrapa. Ju thoni që s'do jenë amerikanët fare. Amerikanët janë në zonën e tyre të influencës dhe zonën e tyre të rëndesës. Hemisferi perëndimor dhe Europa perëndimore. Pjesa tjetër, kinezët që po rriten duan dhe ata hapësirën e tyre të... Po pra, unë këtë, më falë, ju kërkojnë ndjesë që ju që po insistoj, dhe duhet ta kuptoj unë i pari, po kuptova unë i pari, ka rrezik kuptojnë dhe sa të tjerë që na shohin, që janë goxha interesant publiku na shef se të dërgon mesazhe, po i shoh tani. Këtu te kjo tek QR kodi. Ju thoni, ndoshta ju e keni të qartë kokën tuaj, po nuk parin. Pra ju thoni që lufta po bën, më fal lufta, SBA-ja, amerikanët po bëjnë luftën e Kinës, se paka shumë më kështu e kuptoj. Pra, ne po hymë në luftë me Iranin, po e godasim, që pastaj të vi Kina? Nuk e di a kuptova qartë. Okej, problemi është që varet se në çfarë mënyre i qasemi luftën, sepse deri më sot nuk ka absolutisht asnjë përkufizim të rënd të dakordsuar në shkallë botërore përse amerikanët hynë në këtë luftë. Dikush thot hynë për Izraelin, dikush thot hynë për Izraelin, dikush thot për demokracinë në Iran, dikush thot për naftën, dikush thot për gazin, dikush thot për vendet e gjirit, dikush thot për sipas jush pse kanë hyrë? Dhe sipas meje, ajo që prandaj dhe thash jemi në kufit e teorive të konspiracionit, por që bëjnë sens në mënyrë me si po zhvillohen ngjarjet. Pra, është rezultat i luftës midis komplekseve financiare, ushtarake dhe teknoindustriale. Qartë. Pra, dalja e këtyre forcave në skenë kërkon një rirregullim të forcave në botë. Dhe janë ato që kontrollojnë një pjesë të mirë të vendimarrjes në këto vende. Dhe sado kontradiktore që mund duket, por për shembull brenda Iranit, i ke një pjesë të gardës islamike, garda revolucionare islame, të cilët janë në favor të një mënyre veprimi apo kundra një mënyre veprimi. Pra, shpesh në jetën e përditshme thuhet Irani mendon, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendojnë, duke i nënkuptuar entitetet shtetërore si entitete monolite, në fakt nuk janë. Qartë. Janë gjithmonë të përbërë nga interesat të ndryshme dhe brenda tyre ka interesat të ndryshme në Izrael, interesat të ndryshme në Iran, të cilat janë në favor të luftës, siç është edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një pjesë janë në favor të një lufte, një pjesë nuk janë. Dhe kjo reflekton pikërisht influencat e këtyre tre shtyllave kryesore që mbajnë sot botën, siç thash, financë, ushtri edhe teknik. Si përkthehet kjo konkretisht është pak intuitive, sepse për shembull ka një pyetje shumë legjitime. Si ka mundësi që gjithë gazetat e Perëndimit një ditë të bukur thonë të njëjtën gjë? Nuk besoj se ka një koordinim, ka një njëjti titull. Do thoni ju, është një njëjti headline. Ose njëjti titull ose pothuajse e njëjta mënyrë e trajtimit të problemeve. Mënyra se si mundohen njerëzit ta shpjegojnë ata që merren me këtë punë, është që këta njerëz që mendojnë njësoj, shkojnë në të njëjtat shkolla, shkojnë me pushime në të njëjtat vende, shkojnë për ski së bashku. Pra, patjetër që në moment caktuar, si puna e Nancy Reagan me Reagan, i thanë si ka mundësi që juve jeni suksesshëm, dhe Nancy tha unë dhe Roni, se ajo ishte më e rëndësishme. Tha, ne kur pim çaj mbasdreke, mundohemi të gjejmë njerëz që mendojnë si ne. Qartë. Që t'i vënë në poste drejtuese, që ata të bëjnë atë punë, që kurse do ta bënin këta po të ishin atë vend puna. Dhe kjo gjëja është që janë ca njerëz që mendojnë njësoj me njëri tjetrin. Po të shikosh në ato redaktorët e financave të gazetat të mëdha, janë shok shkolle me ministrat e financave të vendeve të G7-s. Pra, është një grup njerëzish që mendojnë njësoj. Qartë. Dhe në këto grupe njerëzish që mendojnë njësoj janë edhe në financë, edhe në ushtri, edhe në tekno. Zotë ambasador, ne do bëjmë një pauzë shumë të vogël, disa sekonda, dhe do rikthehemi prapë se kam disa pyetje që ka përgatitur Enkas për ju sonte. Por me që po flasim për pikërisht për pjesën ekonomike që me siguri patjetër ka drejt ambasadori, është në thelb dhe që loja bëhet nga ndonjëherë dhe pa kuptuar, pra pa kuptuar aq mirë tani, po më vonë ndoshta do kthjellohen ujërat. Ky është momenti me i përflasim për naftë, për gazet, i furnizoni pak radios, sepse na duhet energji.
Dhe ju e dini se ku duhet të shkoni për të furizuar, zonja e zotërinj, mos harxhoni kohën kot të shkoni dhe të fusi makinën në vendet panjore, dhe shkoni vetëm te SPO Ili. Është një stacion SPO Ili i papar, sepse nafta dhe gazi dhe benzina sigurisht që merrni atje është kristal, është e pastër, është pa hile, është pa mashtrime. Kështu që kur dilni nga shtëpia, shkoni enkas, thoni të shkojmë, të furnizohemi te SPO Ili. E keni gjithandej për Tiranë, por dhe jashtë Tiranës kur dilni në Shqipëri. Është the fuel of champions, është karburanti kampionëve. Bravo Said, pronari i SPO Ilit. Je i papart, falenderoj jashtëmase për të bashkëpunim të gjatë. SPO Il është e qartë, është e thjeshtë, është logo e bukur. Fiksoni mirë dhe shkoni me kast. Do ikim te SPO Ili, siç thoni do ikim të pim ose të ham një drek. Ora është 22:31 minuta dhe unë kam nevojë për një shenjë nga Ledi ose për një zë që të më thotë nëse duhet të vazhdoj. Dakor. Atëherë, rinde pak te kjo pyetje radio që kishe në ekran, pa muzikë, s'ka nevojë. Zoti ambasador Roland Bimo, në qoftë se më lejoni, unë kam përgatitur disa pyetje për ju, që do doja një lloj pyetësori, do doja të përgjigjeshit në mënyrë sa më koncize. Për të fituar dhe kohë, po edhe për ta bërë më thjesht për publikun që na ndjek. Po para se t'ju bëj sa pyetje, ambasador, le të kujtojmë pak, nuk e di kur kemi sinkron, le di kur kemi gjëra, do më thuash, do më lajmërosh, çfarë ka ndodhur pikërisht sot, lajmet e fundit nga lindja e mesme. Pra lajmet e datës 18 që jemi sot, zonja zotërinj, 18 mars 2026. Konflikti ka hyrë në fazën e goditjes infrastrukturës kritike energjitike. Francezët shkruanin lajmet e para sot dhe gjatë gjithë ditës, pas naftës filloi lufta ndaj gazit. Pra goditja ndaj gazit, ndaj tubacioneve të gazit në Iran. Në Iran, po dhe në Irak. Irani ka goditur dhe Irakun, sot pikërisht ka goditur Katarin, ras lafan LNG, dëme të mëdha dhe shumë zjarre në Katar. Irani ka goditur sot, në datën 18 mars 2026, ka goditur Arabin Saudite në Riyadh, 4 raketa të gjitha të interceptuara. Izraeli ndërkohë nga anë e tij ka goditur Iranin, fusha gaz mbajtëse South Pars, ç'është Pars? South Pars. Emër vendi, besoj. Emër vendi duhet të jetë Asalujeh. Goditet kompleksi më i madh i gazit në botë. Pra ka goditur Izraeli Iranin, kompleksi më të madh të gazit në botë. Është lajmi i sotëm. Ndikimi strategjik është tmerësisht i lartë. Irani ka thënë goditja pranë centralit bërthamor pa dëme. Goditje reciproke mbi infrastrukturë kritike energjitike, rreziku, sulme të tjera ndaj objekteve energjitike, plus përshkallëzim i shpejt rajonal, fuqia sot është $108 çmimi për fuqi. Ndërkohë, ambasador, unë kam përgatitur një pyetësor, siç ju thash, po mundet të më përgjigjeni shkurt dhe me fjalë sa më të thjeshta. Zoti Bimo, Thuqivivi i famshëm, thoshte se luftrat lindin nga frika, interesi dhe prestigji. Kuma bet fjalë për para 2400 vjetëve. Frika nga fuqia e tjetrit, interesi për përfitim dhe prestigji që nuk lejon tërheqje. Sot në Iran, zoti Bimo, cili nga këta 3 faktorë po dominon realisht dhe a bën kjo luftën të vështirë për të ndarur? Prandaj dhe unë kam quajtur Irani lufta e përjetshme. Është mëse saktë, ajo ka thënia e Thuqivivit është aktuale. Çuditërisht dhe për fat të keq, asnjëra nga perandorit nuk nxjerr dot mësime nga rënia e perandoritëve të mëparshme dhe nga kjo nuk bëjnë përjashtim as amerikanët dhe pjesa e treta më duket që unë e përktheva hubri me mendjen time, një mendjemadësia e verbër. Prestigji. Por nuk është çështje prestigji më shumë se çështje mendjemadësie e verbër, është një mendjemadësi që të verbon, që ti nuk shikon dot se sa i dobët je vetë sa të fortë janë kundërshtarët. Në këtë fazë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës sot, që i bëjnë hesapet totalisht gabim për 1 milion arsye, sepse gradualisht është shumë interesante të shikosh në të paktën sipas meje do më lërë është të zgjatëm të minuta, se thej që i do përgjigjet shpejt. Dakor. Kam përshtypjen që ja vlen këtë gjë. Dakor. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë ato që ka përshkruar Alex Tocqueville në 1880.
Në 97 dhe në 2010 janë 2 vendimet gjykatës amerikane të cilat e kanë kthyer përmbys mënyrën se si votojnë amerikanët dhe ata që vinë pushtet. Pra, në momentin që hiqen gjithë kufizimet për harxhimin e parave në fushat elektorale, do thotë që votat i fiton ai që ka më shumë para dhe jo ai që përfaqëson popullin. Sigurisht. Në një farë mënyrë, ajo që është në pushtet sot në Amerikë është përfaqësuesi i oligarkisë. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur në atë pikë që paralajmërohet që nga grekët e lashtë se si demokracia kalon në oligarki. Dhe praktikisht, sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kam shumë një oligarki dhe pikërisht kundër kësaj oligarkie ishin shpresë që do të luftonte dhe të fitonte. Ju e quani oligarki, nuk e quani korporatizëm. Okej, kam përshtypjen që e njëjta gjë, po më shumë kam përshtypjen që oligarkia i afrohet më shumë se që kam unë në mendje. Pra, që është një shoqëri që vendimet për të ardhmen e vendit i marrin ata që kanë më shumë para në dëm të atyre që kanë pak para. Po çikosh 1% e amerikanëve kanë 99% pasurive dhe 50% e amerikanëve jetojnë me borxhe apo nga dita në ditë me rrogën që marrin nga dita në ditë. Ndërkohë që 40-50 vjet përpara ishte krejt ndryshe. Kjo është stresa e mesme e shoqërisë amerikane, ishte shumë e fuqishme dhe ishin ata që përcaktonin se kush do vinte në pushtet. Sot e përcaktojnë ata që kanë më shumë para. Pra, dhe tjetra që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme dhe pak mbahet në vëmendje është që Kongresi i Shtetit Bashkuar të Amerikës e ka humbur funksionin që i ka patën caktuar etrit themelues që luante check and balance me autoritetin e ekzekutivit, që ka qenë sistemi më i përsosur që është krijuar ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Por gradualisht Kongresi për të mos mbajtur përgjegjësi deputetët për veten e tyre që ta kishin më të thjesht për të zgjedhur, ja kanë deleguar një pjesë të mirë të kompetencave të presidentit, edhe sepse është dashur që të merren vendime më shpejt dhe pa kaluar përmes Kongresit. Kështu që kemi 2-3 gjëra, të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kthyer në një mënyrë vendimarrje dhe vjen pastaj puna tek zoti Trump, që thotë mund dal nga NATO edhe pa patur nevojë për të konsultuar Kongresin, apo që shkon në luftë dhe pa respektuar Kushtetutën amerikane. Kështu që ka ndodhur një sër gjërash që kanë sjellë situatën deri këtu. E kuptova. Pra, juve pyetët në të tre ato që ka thënë Tukididi, frika, interesi dhe prestigji. Kam thënë janë absolutisht aktuale dhe sot janë të materializuara sidomos në qendrimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zoti ambasador, po të qëndrojmë te Thuqivivi gjithmonë. Ai thoshte se lufta bëhet e pashmangshme kur një fuqi ndjen se tjetra po rritet dhe krijon frikë strukturore. Apo shohim sot, zoti ambasador, një situatë ku palët nuk luftojnë sepse duan, por sepse ndihen të detyruara nga balanca e fuqisë? Absolutisht po, që kështu është, por shpresa ka qenë gjithmonë. Dhe kur themi palët tu se kanë fjalën për SBA Iran, kanë fjalën për SBA Kin. Kin, po, patjetër. Qartë. Problemi është që në të njëjtën situatë kanë qenë perandorit gjatë gjithë kohës, por secila prej perandorive ka menduar dhe mendon, rastin konkret Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që çfarë ka ndodhur më përpara në histori nuk ka të bëjë me ta, ju ka ndodhur të tjerëve, me mua unë jam ndryshe, se unë jam këtë, se unë kam dhe këtë, se unë kam dhe atë. Ndërkohë, po shikosh kurbat dhe mënyrën se si janë sjellë perandorit në këto momente, është e njëjtë. Dhe duket si në tragjedit greke që ti e di që do shkosh, po shkon drejt Greminës dhe patjetër nuk ndalesh, po shkon pikërisht drejt Greminës. Kjo është ajo. Mua nuk më duket dhe jo edhe kaq jo konsciente kjo gjë. Pra shkon me konsciencë ndaj kësaj, nuk më duket se është verbëri. Ju e shihni si verbëri. Mua më duket se është e natyrshme kjo, është natyra njerëzore e tillë. Jo? Jo dhe aq, sepse fushata elektorale e kandidatit Trump ishte një natyre konscient për problemet që janë. Fushata ju e dini është po mirë, po vlen për ata që e besojnë. Okej, po domethënë për njëri tjetër. Domethënë fushata tregonte që nuk ishin të ndërgjegjshëm që duhet shkonin patjetër në Gremin. Kishin një ndërgjegje. Mendoni që po shkon në Gremin Trumpi me këtë luftë? Amerika. Kur them Trumpi, pikërisht ai është përfaqësuesi në këtë momente, po patjetër. Amerika po. Po është nga vendimet më të gabuara që janë marrë në. A se dije që kishin këtë qendrim kaq të prerë? Domethënë, ata që janë marrë me studimin e perandorive, thonë që Amerika është në fazën 5 nga 7, që është faza terminale, dhe pothuajse pa kthim. Pra, gjithë perandorit kanë një fazë. 5 nga 7 do thotë 7 është e fundit. 7 është arrit në fund. 7 mund të quhet që nuk ekziston sepse 7 është kolapsi. Pra 6 është rënja. Pra është 1800 për perandorinë otomane, osmane. Po, pak a shumë. Po. Bukur. A rrezikohet që lufta në Iran, ambasador Bimo, a rrezikohet që lufta në Iran të kthehet në proces që vazhdon vetvetiu pa fund të arritshëm? Për shembull, kemi rastin e Irakut apo të Afganistanit. Një nga premtimet kyç të Trumpit ka qenë fundi i luftrave të pafundme.
E thamë paka shumë. Në rastin konkret, ata që janë mbështetës fanatik të zotit Trump që dhe Bashkuarët Amerikës, thonë që kjo i atribohet gabimisht zotit Trump si një luftë e re, sepse praktikisht Amerika ka 47 vjetë që është në luftë me Iranin, që në 1979, kështu që nuk është një luftë që ka bërë zotit Trump, sepse ata vazhdojnë me mënyrat të tyre, t'i bëjnë presion zotit Trump që të rriqet sa më shpejt nga kjo luftë, brenda një kohë që ka mundësi të riparohen disa gjëra deri në zgjedhjet afatmesëm të nëntorit. Qartë, për histori të vogla. Dhe të rikthehet zotit Trump në ato shina, në ato binar që ka premtuar në fushatën elektorale, ku Shtetet Bashkuara të Amerikës të shikojnë punën e tyre. Mos është pak vonë, zoti Trump e di që ky është mandati i tij i fundit, është 80 vjeç, a më shumë nuk e di sa është, 80 ndoshta. Pse duhet ndryshojë tani për shkak se ka premtuar një gjë që nuk ka lidhje me këtë që po ndodh? A mund ta shohim vetë kështu botën, zoti ambasador? Mundet, po unë do të thosha që perspektiva është që Shtetet Bashkuara të Amerikës të tërhiqen për shkak edhe të influencës madhe që kanë mënyra e të konceptuarit të Amerikanëve, ajo që ka thënë George Washingtoni që mos u përzienin punët e botës, por shikoni gjithmonë punët tuaja. Ata janë përzierë gjithmonë punët e botës. Janë gjithandej. Jemi dakord të paktën apo jo? Jemi dakord në këtë pikë. Janë përzierë se i kanë futur anglezët, nuk janë përzierë me dëshirën e tyre. Dikur. Ata dikur. Ata që duan të mbrojnë zotin Trump, është shumë sakt konstatimi juaj që janë përzierë në punët e botës. Po mos e bëni ata, dikush do e bënte pra. Jemi gjithmonë te raporti forcave, ambasador. Po, patjetër, por mos harrojmë që për një periudhë goxha të gjatë kohe, Shtetet Bashkuara të Amerikës, sikurse në Shqipëri, po dhe një pjesë tjetër, kanë qenë jashtëzakonisht të mirëpritur. Domethënë kanë qenë një hegemon benevolent. Edhe në Afrikë, edhe në Azi, mos harrojmë pas luftës dytë botërore, ushtarët amerikanë në Europë kishin një reputacion të jashtëzakonshëm, kudo priteshin me lule dhe u duken sigurisht edhe si çrimtar. Po pra. Në fakt e vërtetë është që Europa i përsetoi si të tillë. Okej, po amba ka qenë një periudhë kohë. Jo, ishte batutë kjo s'ka lidhje. Ka qenë një periudhë kohë ku nuk është si tani, që ushtarët amerikanë nuk i do më njeri. Nuk i do më njeri, me ato që kanë ndodhur në Iran, në Irak, në Okej, nuk i do më njeri në disa zona, po për shembull nuk është se janë të nuk është se nuk i mirëpresin në Europë. Në Europa pavarësisht nga problemet që ka tani, ka përshtypjen se ka një lloj fillingu vazhdon, pra nuk është se kanë mbaruar gjithçka apo jo. Europa nuk i do. Sepse shpreson që Trumpi do bjerë dhe do kthehet prapë. Opinioni im në rastin e Europës është që Europa i do, sepse ka jashtëzakonisht shumë frikë nga vetja vet. Pra, gjermanët nuk kanë besim ke vetja tyre që nuk mund të sillen agresivisht me të tjerë sikurse janë sjell historikisht në mungesë të forcave amerikane. Jam i qartë, po është saktë, po ju thoni që kjo luftë nuk i ngjan fare asaj të Afganistanit që ata ndonjë 20 vjet e pastaj ikën. Kjo Irani, ju thoni nuk është përsëritja e Afganistanit në forma të tjera? Nuk besoj, sepse kam përshtypjen që është një gjë që do mbyllet shumë shpejt. Ju thoni do mbyllet shpejt? Po. Domethënë Presidenti Trump me stilin e tij të befasishëm, të vendimeve të befasishme, nesër mund të thotë që ne i arritëm objektivat tona, lufta mbaroi, tash gjithse kush në shtëpi vet. Po, sa do më gjithë të bëj Trumpi, njerëz do thonë cilat janë objektivat që arrite, zotëri. Ato i di unë, juve shikoni. Dakor, ashtu po. E qartë atë kolla. Ka një mënyrë të sjelluri kohët e fundit ku nuk pyetet më për ekspertizë, për institucione, po topi ishte imi penaltinë e gjuaj unë. Domethënë kjo mënyrë ka hyrë në sjelljen politike të njerëzve gjithmonë më shumë. Dhe në momentin që zoti Trump merr vendimin që e duan 80-90% amerikanëve, nuk besoj se do të thotë njëri pse e morë këtë vendim. Nuk e di, jam i qartë në këtë pikë apo jo. Po, sot në Amerikë ai i ka poshtë sondazhet. I ka poshtë sepse njerëzit duan që ai të mos jetë në luftë. Pra në momentin që ai del nga lufta, nuk besoj se do të thotë njëri pse hyre dhe pse dole, por shqyr që dole. Atëre, do vazhdojmë dhe pak me zotin Roland Bimo, zotin, ambasador karriere prej më shumë se 43 vjetësh tashmë. Kam disa pyetje tjera për të bërë, por unë do ftoj edhe një mikun tim dhe mik të emisionit gjithashtu që është pjesë e MCN-s, punon në MCN, ka hapur bile ka filluar edhe një emision të vetin, duhet të jetë javë e dytë ose e tretë. Në MCN që është çdo të martës, para se të fillojë unë, pra është 9:10, quhet Pano Soko, ju e njihni të gjithë. Ndërkohë që Ledio më çon një nga djemt, një nga çunat e stafit, të më bjerë karigen këtu, ndërkohë që unë do bëj një pauzë, nuk e di se do rregullojmë punën e tyre, le dani dhe para kamerave, të vide Pano të dëgjoj këtë pjesë tjetër që kam
me zotin Bimo dhe pasot të fillojmë me Pano se atëherë do t'ikim reklama. Për çmimet e naftës. Po, para se t'ikim radio, do bëjmë një xhiro në ku don që i lega, po në Dorelan. Dorelan. Ç'është Dorelani, do thoni ju? Është një super brand italian i niveleve ndërkombëtare, zonja zotrinj. Mbi 55 vjet, mbi 2000 dyqane në gjithë botën. Me Dorelanin ju do mbaroni punë me gjumin, me rehatin e gjumit. I jepini rëndësi gjumit, mos e neglizhoni. Ju zakonisht flini për dysheqe të pa certifikuara. Dhe keni dhimbje mesi, qafe, ku diun, ju dëm shtylla kurizore, dhe pastaj qani, thoni mu të kem sëmundje. Jo! Keni dyshekun e gabuar, ndroni dyshek. Dhe Dorelani ju gjeni gjithçka ka bëjë me gjumin, me krevate, me dollape, me jastiqe, me... Po dysheku është kryesori, dakord? Që i shkojnë Dorelani, keni 50% ullje deri në fund të këtij muaji. Dakord? Deri në fund të muajit. Urgjent tani, do shpëtoni një herë mirë. Çmimet janë pa para, materialet atje, produktet janë brillante, ju e dini italianët janë gjigante kjo pjesë. Te shumë pjesë, po sidomos te kjo i qajnë. Kështu që shkoni zgjidh dyshekun e duhur, dakord? Dorelanin e gjeni ose përballë Deliorgjit, që keni të thjeshtë se e dini atje, përballë kompleksit Deliorgjit rruga Vajës, ose që gjeni në autostradë Tiranë-Durrës, kilometri 12, qendra tregtare Prestige Home, ose këtu te -1 te Tegu, dakord? Shkoni ku doni, vetëm mos harroni. Këto çmime i gjeni është fori tuto tani këto momente, fori tuto italianët i thonë të gjitha jashtë, pa i shesim, përfitoni tani në momentin deri në fund të këtij muaji të marsit. Dorelan, dormire bene, vivere meglio. Vinë ato le dio dhe rikthehemi, ndërkohë me zotin Roland Bimo, ambasador në disa vende të botës që filluan nga Kina, e kam sonte për qefin tim dhe për qefin tuaj për të dekriptuar pak situatën në gjirin persik, në këtë luftë që nuk dihet sa do vazhdoj. Me zotin Bimo ne do jemi... ik Ledio, ik se do kthehemi prapë. Toksor, keni ri ardhur, jemi ri gjetur në këtë pëdysh, pjesë të dytë të emisionit, ja ku është, episodi 1058, emisioni ju mund ta shihni në këtë moment live në YouTube për qefin tuaj dhe pastaj pas live-it e keni gjithkohën atje. Dhe ja ku është Zonë Elir Official dhe bëni pyetjet tuaja te ky QR kodi, kjo kutia magjike që del në ekran. Bëni pyetjet tuaja për të ftuar. Sapo ka mbritur Pano Soko, Pano, kënaqësi të kam në studio. Mirëmëngjes. Mi mbrëma, emisioni që ti bën çdo të martë në MCN TV në orën 9 deri në orën 10 darkës quhet
Me panosokon. Me panosokon, shka që thjesht, nuk ngatroheni, me panosokon, sigurisht do dëgjoni, do shikoni pano që njihni sigurisht, që merret me problemet që ai di më së miri ti trajtoj. Sot pikërisht panosokon e kam ftuar, zëra zotrin, për të folur pak për çmimin e naftës. Gjithmonë thonë çmimi i naftës, nuk thonë asnjëherë çmimi i naftës dhe benzinës, është çudi e madhe. Çmimi i naftës. Benzina duket sigurisht jetime, para unë se kam ftuar, po do flasim. Jo, pastaj, tani nuk dua të më thuash tani. Ndërkohë, ju kujtoj se jam me ambasadorin e mirë njohur, zotin Roland Bimo në studio, Rimi Mbroma, zoti ambasador. Për pak do ju lë të lirë, sepse kemi dhe angazhime të tjera, por do doja me përgjigje sa më koncize, do doja që të mbaroja këtë pyetësor, sepse e kam shumë për zemër. Duke parë, jemi duke folur pikërisht për bravo, lufta e përjetshme e Iranit, po. Duke parë goditjen ndaj energjisë dhe kundër goditjet dhe lajmet e fundit sotme, zoti ambasador, a kemi hyrë në një cikël klasik ku çdo veprim e bën tjetrin më të pasigurt, ajo që sot quhet dilema e sigurisë dhe që e bën luftën vetë ushqyese? Sa më shkurt lutem përgjigjen. Po apo jo dhe pse? Jo, sepse pasojat e luftrave sot janë ku e ku më tragjike nga sa kanë qenë kur janë ushqyer këtë lloj konkluzionesh për sa i përket marrëdhënieve midis shteteve. Qartë. Pra, ndryshe kur luftrat zhvilloheshin me shpata dhe ndryshe kur luftrat zhvillohen me mundësinë e përdorimit të armëve bërthamore. Dakord? Në përvojën historike, ambasador, luftrat ndalen ose kur njëra palë thyet, ose kur të dyja arrin një kufi kostoje, të papërballueshme. Në rastin e Iranit, cilën nga këto duket më realiste sipas jush, zoti ambasador? Kosto, por jo kosto e papërballueshme, sepse për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa do të vazhdojë lufta, nuk është rreth problemi i madh për të mbajtur koston. Por kosto është aq e papërballueshme sa zoti Trump mund të mbasë zgjedhje dhe mund të futet në burg. Në këtë kuptim e kostos. Pra, gjithë strategjia e Iranit është e përqendruar në që ta bëjë këtë gjë sa më të kushtueshme për Shtetet e Bashkuara, për presidentin Trump, jo për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ai të tërhiqet nga lufta duke rrezikuar, sepse shiko, do të kemi parasysh një gjë, kush është forca të rejse e zotit Trump sot? Pushteti. Pra, ai çdo veprim që bën e shikon në kundërshtrimin do jem në pushtet apo s'do jem në pushtet, që ta forcoj pushtetin. Edhe ato transaksione ekonomike, financiare që bën gjitha në funksion të pushtetit. Kështu që në rast se mundësia që ekonomia amerikane të shkojë keq e më keq dhe ai të rrezikojë në zgjedhjet e nëntorit, se zgjedhjet e nëntorit kanë një sekret të madh, nëse ai humbet ndjeshëm, demokratët e fusin burg. E fusin burg është i biesh pak shkurt, po do kërkoj një procedurë kështu impeachment dhe pastaj do ta akuzojnë për shkelje të ligjit amerikan. Ka ndodhur për të fundit impeachment në Amerikë? Për me këtë vetë, 2 herë gjatë të presidentës parë. Nixon. Impeachment, jo, ky është për 2 herë impeachment. Po. Por nuk e dolin që ta hiqnin, nuk arritin nuk pa. Senati ju thoni do ja dalin ta heqin? Nëse kanë shumicën në Senat patjetër. Në Senat apo në Kongres? Në Senat dhe në Kongres, në të dyja. Dakor. Sepse është një procedurë që pra ju thoni e shkarkojnë? Absolutisht. Nuk ka asnjë marrësh ku televizit Trumpi, në momentin që humbet dhe Senati dhe Kongresi. Jo, nuk ka. Sepse Trumpi po luan për fatin e tij. Absolutisht. Po kjo është avantazhi i Iranit, që duket Irani kaq kurajoz në përballimin e kësaj furie zjarri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga... Dhe ju thoni Trumpi ju fus kësaj lufte dhe për këtë arsye? Me shpresën që të fitoj dhe që me fitoren e kësaj lufte të fitoj dhe Kongresin e Senatit, prapë, në nëntor. Pra nëse do besojmë... Pra është all-in kjo gjitha që po ndodh. Nëse do besojmë teorinë që ka hyrë në luftë i nxitur apo i tërhequr apo i gënjur apo i mashtruar apo i bindur nga Izraeli, që unë nuk e besoj këtë. Nëse do i besojmë kësaj, ideja ka qenë që do vrisnin Jatollahun dhe populli iranian do merrte fuqinë, do kthehesh në një regjim demokratik dhe të gjithë të lumtur. Pra, sipas analistëve në zë në Amerikë, ideja ishte që kur të ktheheshin bursat, nëse keni parasysh sulmi ka filluar të shtunën. Qartë. Kur të ktheheshin bursat të hënën, çdo gjë kishte marrë fund. Qartë. Dhe tregu nuk do të zinte të parë. Ai mendoi që mund të ishte Venezuela. Po. Ndërkohë që ai e dinte shumë që nuk ishte Venezuela Irani. Tu vim tek ajo që përmendat juve Tukididi hubri, mendjemasia e verbër, që ti beson vërtet në ato gjëra që të thonë, sepse po të shikosh ka një sër veprimesh për të cilat zoti Trump nuk ka pësuar asnjë gjëm në këmbë, që nga vrasja e Qasem Sulejmanit, që nga goditja e kësaj, goditja e asaj Venezuela etj. Dhe ti automatikisht krijon një bindje që çfarëdo që të bësh
ti do ja dalësh, do është shumë e lehtë për ty për të realizuar. Gjë që nuk ishte e vërtetë dhe janë dy gjëra, më duket të thash edhe pak më përpara. Një është politizimi i organeve specializuara të sigurisë, pra sikurse ata që gjezën atë puzërën e bardhë dhe thanë Saddam Hussein ka armë kimike, ai Colin Powell kishte një epruvet me puzër talk, më duket atje, dhe tha ky është. Pra ishte një veprim në cilin e futi CIA dhe tha që ne kemi gjetur që ka armë të shkatërimit të masë. Bashkë me Tony Blairin e me këto. Bashkë me Tony Blairin. E njëjta gjë është edhe sot. Zoti Trump beson aty që i thonë izraelitët dhe jo aty që i thonë agjencitë e tyre dhe mbase do t'i besoj sepse mund të kishte në mendjen e vet një operacion si ai Maduros dhe mund të ndodhte njëjta gjë në Iran. Pra, e beson apo nuk e beson është goxha delikate. E beson se do ta besoj. Qartë. Ambasador, në shekullin e 19, Britania si fuqi detare ndrynte në Iran për të frenuar Rusinë në lojën e madhe. Sot, Shtetet e Bashkuara, që janë Britania e dikurshme, vepron sërish si fuqi në det të hapur, offshore, për Ballkinës. Në këtë krahasim, sa vlen, zoti Bimo, sa vlen ende teoritë e Heartlandit, pra e tokës zemër, nga Halford Mackinder edhe Rimland, toka bregdetare, nga Nicholas Spikeman. Pra kontrolli i bregut për të kufizuar fuqitë kontinentale, për të kuptuar strategjinë amerikane në Iran dhe më gjerë. Sa vlen sot? Këto janë absolutisht jashtëzakonisht aktuale, por jo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se janë nga vazhdimësia e perandorisë britanike. Janë britanikët ata që mundohen të thithin dhe të tërheqin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë lloj gjeopolitike bazuar në këto konkluzione të Halford Mackinder. Toka zemër, toka e... Është jashtëzakonisht e rëndësishme. Për shembull, sot kinezët kanë vënë në funksionim, sot, ka disa muaj, e kur udhën Teheran, Pekin dhe pastaj nga Teherani në Europë, që e shkurton rrugën nga Kina në Europë gati një muaj, por problemi i trenit është që është i kufizuar për zgjidhur problemet e naftës, sepse nuk mund të transportosh shtazia të nda. Por ideja e Halford Mackinderit ishte pikërisht kjo, që Heartlandi, pra gjithë kontinenti, Toka zemër, po? Toka zemër, në rast se do të ketë një zhvillim të hatashëm të hekurudhave, i ullë gjithë rëndësinë fuqive detare, që kontrollojnë ngushticat dhe përmes kontrollit ngushticave apo fuqisë ushtarake detare, kontrollojnë gjithë rrugët tregtare. Në këtë këndvështrim, marrëdhëniet e mira Kinë-Rusi, zgjerimi i Rusisë në drejtim të Ukrainës, bëjnë që Heartlandi, toka zemër, të jetë jashtëzakonisht e fuqishme në raport me fuqitë detare. Dhe prandaj fuqitë detare, po shikoni vazhdimisht kemi probleme tash në Iran. Pak më përpara kishim në Azerbajxhan dhe në Armeni një nga arsyet kryesore të përkrahjes për Ukrainën është mbajtja e Odesës. Në momentin që bie Odesa, Ukraina s'ka më dalë në det. Ukraina s'ka më dalë në det, po do të thotë që Rusia e kthen detin e zi në një liçen rus. Ëndra e përjetshme e rusëve. Ëndra e përjetshme e rusëve, po merr Britania e Madhe një goditje dhe gjithë perëndimi merr një goditje të hatashme. Perëndimi në kuptimin e fuqisë ushtarako-detare. Qartë e kuptova. Merr një goditje të hatashme. Kështu që në këtë këndvështrim, ajo që pyetja ju është që teoria vazhdon vetë aktuale. Jashtëzakonisht. Qartë. Karl von, një sekundë që mos e ngatroj unë, Karl von Clausewitz, do thoshte, kur politika dështon, lufta e zëvendëson, por qëllimi politik mbetet. Apo shohim sot një situatë ku dhe qëllimi politik, profesor ambasador Bimo, ku dhe qëllimi politik është i paqartë dhe për këtë arsye diplomacia nuk ka ku kapet? Absolutisht. Sa më shkurt. Të më thënë, si pas atyre që besoj unë, si njerëz të mençëm që dëgjoj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ekspert, ata thonë pikërisht këtë që sapo cituat juve. E gjithë kjo luftë nuk ka absolutisht asnjë logjik, po të marrim parasysh ato parimet për cilat ka folur në librat e tija Clausewitz në kuptimin e... Ka ndoshta një logjik që vlen, që nuk e di a besoni ju apo jo, që një fuqi bërthamore, që Irani fuqi bërthamore, për Izraelin është vërtet problemi i madh apo jo, ekzistencial. E besoni këtë gjë? E ka në kushtetut ata? Mbase do ishte blasfemi nga ana ime të thosha që jo nuk e besoj, sepse... Nuk do ndodhte as në këtë rast? Nuk do ndodhte, sepse jeta ka treguar që armët bërthamore deri në sot kanë ruajtur paqen. Qartë. Dhe i bën fuqitë që i posedojnë akoma më të përgjegjshme në sjelljen e tyre ndërkombëtare. Dhe ajo që e ka lënë rehat Korenë e Veriut po thon shumë njerëz sot, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që bota do ishte shumë më e qetë nëse Irani do kishte armë bërthamore, e kundërta asaj që thuhet në jargonin. Është një teori, është një teori.
është një teori, po nga ana tjetër ka dhe një logjik caktuar, sepse pse nuk ka luftë në Korenë e Veriut? Qartë. Që ka armë bërthamore. Pra, krahasimi, po them, ndoshta jam në ujëra i çik të diktate me këto që po them, po prandaj është i qeshur gjithmonë ai bullati që kokën i Pyongyangut. Se i lezetshëm. Çani diçi, por ndoshta më duhet ta bëj këtë gjë se për shumë gjëra që janë thënë sot në këtë mbrëmje. Është tjetër gjë të flasësh për gjeopolitikën si njeri dhe tjetër gjë të flasësh për gjeopolitikën si analist. Ai që analisti mundohet të zhvishet nga emocionet njerëzore dhe papritmas duket për ata që e dëgjojnë duket i pampërshirshëm, pa emocione. Po në fakt është analiza që e bën. Po duhet flasim si qenë njerëzore, ndoshta do themi gjëra krejt ndryshme. Problemi është që kam përshtypjen që unë jam këtu për të folur më shumë si geopoliticien se sa si qenë njerëzore. Ne ofruar vetëm për këtë në fakt. Pikërisht. Se ju jeni kirurgu që kur jeni në sallë operacioni do keni ndjeshmëri pra nuk keni emocione u bën, nuk ju dritet dora. Po ndoshta duhet bërë kjo sqarim. Jo, po bëhet shumë mirë. Niccolo Machiavelli i famshmi. Machiavelli, çfarë në bukur, çka italianët, domethënë nuk e di se çan do. Nicolò, jo Nicola. Nicolò pra? Nicolò thash po, Nicolò Machiavelli po. Argumentonte se dhe Nicolò e ka pas me feksin në fund si francez. Jo Nicolò. Jo Nicola, Nicolò. Argumentonte se shtetet ambasador veprojnë mbi domosdoshmërinë e mbijetesës, jo mbi moralin. Atë që tham pak më parë. A është kjo arsyeja sipas jush pse diplomacia po dështon? Sepse asnjë palë nuk mund të bëj kompromis pa u dukur e dobët. A është kjo arsyeja? Problemi është që do një ekuilibër rreth të cilit vendoset drejtësia, themi, apo pra do një ekuilibër forcë. Ajo që thot Machiavelli nënkupton që nuk mund të ketë raporte paqeje nëse nuk ka ekuilibër fuqia. Qartë. Dhe një rikthim të Thuqididhi është këtë ai apo jo? Në këtë këndvështrim që është shumë interesante gjithsa ka thënë Machiavelli dhe gjithsa i atribohet. Unë shpesh mendoj që Machiavelli më shumë të rreq vëmendjen e njerëzve për të thënë që vini re se kjo është sjellja e princërve, se sa ju thot princërve që ju duhet silleni në këtë mënyrë, nuk e di a e bëj dot. I qartë. Pra, njerëzit duhet thonë që duhet shikojnë që shiko se princi e ka për detyrë që të sillet kështu në mënyrë që të mbrojë popullin e vet, se po son ndryshe, dëmton popullin e vet dhe nuk bën për princ. Pra, një udhëheqës që është vetëm interesat e veta dhe jo të popullit, pra duke hequr si i mirë, papritmas se çon gjithë vendin e tij në katastrofë dhe prandaj princi nuk duhet të ketë ndjenja, duhet të jetë i ftohtë në vendimet që merr. Një parim klasik i diplomacisë, ambasador, është se negociatat fillojnë vetëm kur palët nuk mund të fitojnë më në fushë betejë. A jemi ende larg kësaj pike në këtë konflikt? Dhe gjirin persik? Jo, jemi shumë më afër. Jemi afër. Se ajo thënie i referohet betejave klasike kur ushtrit rreshtohen përballë njëra tjetrës dhe qellonin në mish nga distanca 50-60 metra. Siç është tani Ukrainë-Rusi. Siç është tash Ukrainë, por në këtë rast është një lloj fronti lufte krejt ndryshe. Në këtë rast është lojë me avion apo jo? Sepse ajo që ka ndodhur është që edhe kjo është interesante për ta vëzhguar. Ndërkohë që Izraeli dhe Irani janë futur në epokën e luftrave moderne, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbetur në teknologjinë luftarake dhe përpasoj edhe doktrinë ushtarake të 30-40 vjetëve përpara. Pra ato luftanijet e mëdhaja, ato nuk i bëjnë punë absolutisht asnjë njeriu përballë dronëve dhe përballë raketave balistike apo raketave supersonike. Dhe për shembull në këtë rast është shumë interesante të shikosh si ka mundësi që iranianët mbajnë të bllokuar gjirin e Hormuzit. Dhe i thot atë ngushticën e Hormuzit. Dhe thot ne mund të çojmë aeroplanbajset, po nuk i çon dot se me një dron $50.000 mbyt një aeroplanbajs që i bën $11 miliard. Ndoshta jo me një, po me 10, 20, 30. Kështu që në këto kushte Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbetur jashtëzakonisht mbrapa për sa i përket teknologjisë ushtarake dhe nuk dalin dot nga kjo sindrom, sepse gjithë piramidën e shpenzimeve kanë të përmbysur, ndërkohë që historikisht më i liri nga gjithë ka qenë ushtari, dhe pastaj vjen artilleria, pastaj vjen flota, pastaj vjen ajri. Amerikanët kanë të përmbysur, amerikanët kanë më të vlefshëm kanë njeriun dhe pastaj më lart fare
ajrin, po këtë lloj kostoje nuk e përvallon dot, se kosto ajrit është jashtëzakonisht e madhe, kosto njeriu është e vogël. Është shumë cinike kjo që po them. Jo, po është saktë. Kështu është në doktrinën ushtarake. Prandaj amerikanët janë të destinuar të humbasin luftrat e ardhshme. Pyeta. Zoti ambasador, tradita e diplomacisë klasike evropiane, nga Metternichu i Austrisë te Talleyrandi i Francës, stabiliteti i arrijej duke përfshirë dhe kundërshtarin në sistem, jo duke e përjashtuar. A është përjashtimi i Iranit nga arkitektura rajonale dhe më gjerë një nga arsyet pse diplomacia po dështon? Absolutisht po. Po. Domethënë, ajo që kam pas bërë këta njerëz 150-200 vjet përpara është shumë më e mençur se sa kjo që bëhet sot. Zoti Bimo, një pyetje të fundit para se t'ju falenderoj se u kënaqa sot. Edhe pse është vetëm takimi i parë joni në këtë emision. Një pyetje të fundit, gjithëpërfshirëse dhe përmbledhëse. Sipas John Mearsheimer, sistemi ndërkombëtar ka hyrë në një rend multipolar në vitin 2017. Në këtë konfigurim, ku pozicionohen realisht europianët? Aktor strategjik apo thjesht spektatorë që monitorojnë situatën? Dhe më tej, nëse e mbani mend, nëse mund të vazhdoj. Apo shkojmë drejt një logjike të re, por dhe të vjetër, si ai i koncertit e Europës, ku rendi mbaj nga marrëveshje mes fuqive të mëdha, jo nga normat universale? Kjo e fundit është që gradualisht drejt asaj po shkohet, një koncepti të koncertit e Europës. Europa në 2017 i kishte të gjitha mundësitë që të hynte në radhën e aktorëve, pra të kthehej në një shtyllë të sistemit ndërkombëtar botëror, për fat keq, për shkak të vendimeve komplet idiote që janë marrë nga liderat evropian, ka vajtur në irrelevant. Sot asnjëri nuk e merr seriozisht Europën, jo se nuk është një fuqi e jashtëzakonshme e butë, që thonë, me vlerat, me bukurinë, me historinë etj. Po për sa kohë nuk di të punoj së bashku dhe të ketë një ushtri të përbashkët, do jetë gjithmonë një forcë irrelevante. Me zotin Bimo, zonja zotëri, me ambasadorin mund të rria pa fund të flisja, por sigurisht që çdo gjë e bukur kohën do ta ketë patjetër të përcaktuar, se ndryshe nuk do ishte e bukur. Falenderoj jashtëmase zotin Bimo, dhe me shumë gjasa, siç e kemi lënë në parim, ne me zotin Bimo do takojmë prapë të mërkurën tjetër që vjen, ose në studio, ose me lidhje online, që zoti Bimo do jetë jashtë Shqipërisë, sepse unë mendoj që, ndryshe nga zoti Bimo, mendoj që kjo luftë do vazhdoj. Do vazhdoj shumë gjatë se sa që mendojnë të tjerët, shumë njerëz, dhe kështu i zoti Bimo do na duhet dhe javët që vijojnë. Deri të mërkurën tjetër po ndoshta jo më gjatë. Vërtet? Ky është basi ynë. Nuk, shiko, kjo luftë është si një rrugë që përfundon në një umner. Pra, mund të vazhdoj lufta, po nuk vazhdon dot bota. Ta shohim. Sepse... Ta shohim. Nuk është kaq e thjeshtë, do thoshte miku jonë Sebastian Zonja. Mund të ta elaboroj pse, por... Një sekond. Se të duhet përcjell një ambasadorin, se ora në këto vende po flasim është 11:08 minuta për natë dhe unë kam hallin që do të mbarojmë emisionin duke përfshirë dhe çmimet e naftës, edhe të benzinës, i vetëm të naftës. Edhe kush i fryn këto çmime në Shqipëri, se normalisht nuk duhet të ishin kaq të larta, por duhet të ishin ngritur kaq sa janë. Akoma, nuk duhet të ishin akoma. Akoma. Edhe ndërkohë që thon, gojët e liga, ose të mira thonë që do shkojnë 250 te pompa, 2000 si bie. 2500 lekë. 2500 lekë. Po do të përcjell një, po. Nuk ka të bëjë me mua kjo punë, po çuditem se si në gjithë të debatin e këtyre 3-4 ditëve, ku bëhet fjalë për industrinë tonë të naftës, ku është, se është, si është. Sa të mbarojmë panon. Pra industria jonë e naftës ka një shans të madh që të rigjallërohet, por... Ambasador, tani që po kujtohem, mos është ashtë mirë të rim që rekordit dhe minuta me panot atë gjoni dhe ju? Në që se jeni interesuar dhe pasat të ikim bashkë? Me kënaqësi. Se më ndër për një gjithë teknike, duhet të lija të ikni të para. Kam punuar për 2 vjet në fushat e naftës në Shqipëri, prandaj. Dhe gjatë gjithë kohës me ambasadorin sot kemi furë shumë për ekonominë, pra, dhe e pashi atje i kishte pjesën më... Pano, me gjitha të për arsye kohë, dhe sigurisht etike, pa lodhur njerëzit, ne tani do kalojmë në një fabull tjetër, që